Relacionet tona me Amerikën, po, unë jam informuar zyrtarisht çfarë dëmi tepër i madh është bërë në momentin kur në vend se të ecet përpara me njëherë, sepse Kosova është dashur që një anshëm t'ja largojë Amerikës atë 10%. Po e them, për mua nuk ka asnjë racionalitet prapa asaj që me Serbinë mos ketë tarifa, natyrisht ka kuj ceftas, kurse me Amerikën të ketë tarifa. Kjo ka të bëjë me aleanca. Në momente të rënda, aleatët duhet ta shohin që ne jemi aty me ta. Dhe ky ka qenë një prej momenteve tepër të rëndësishme në administratën e presidentit Trump, dhe unë këtë propozim e kam bërë pas shumë analizave, konsultimeve me aleatët tonë. Kosova do të përfitonte shumë. Po e them me përgjithësi të plot, Kosova do të përfitonte shumë, populli i Kosovës do të përfitonte shumë. Unë si individ nuk kam ndonjë përfitim aty, por kur përfiton Kosova, përfitojnë të gjithë. Përfiton populli ynë në fuqizimin e aleancës, sikur mos të kishte një reagim i cili mbi të gjitha ka treguar mungesë të kulturës bazike institucionale, tashtoj edhe mungesë edukate bazike, po ato le të mbesin tani së kaluarës. Çka do të ndodhë në të ardhmen? Në momentin që konstituohet kuvendi i Kosovës, unë kam përgatitur draft ligjin për heqjen e kësaj tarife, dhe atë ligj është gati, ligji, kjo çështje bëhet edhe me ligj, dhe ai ligj do t'i propozohet kuvendit të Kosovës. Unë tashmë kam diskutuar me një numër të madh të deputetëve, 61 votat janë aty, ky ligj do të kaloj. Pra kjo do të bëhet. Megjithatë, shumë më mirë për Kosovën do të ishte sikur të bëhej atë ditë, sikur Kosova të bëhej shteti i parë që e largoi tarifën ndaj aleatit të vet ekzistencial. Përfitimet për popullin, për vendin tonë do të ishin të mëdha. Fatkeqësisht u humb ai momentum aty për aty, mirë po këtë do ta bëj në momentin që konstituohet kuvendi. Tashmë kam diskutuar me një numër të madh të deputetëve, do t'i respektojmë procedurat e rregullorës të kuvendit natyrisht, dhe kjo do të propozohet si ligji i parë në mënyrë që ta hekim me ligj, dhe ligjet e ka për detyrë secili t'i zbatoj, edhe unë si presidente, edhe qeveria, edhe të gjitha institucionet tjera. Shkurt, me që përmendet edhe konstituimin e kuvendit, pra ju keni ftuar për këtë javë, mbledhjen e partë, ku do të ndodhë, ose pritet ndodhë konstituimi kuvendit, me gjithse ende shohim që ka një marrëveshje për votimin e kryetarit kuvendit, s'paku derisa po flasim, ose edhe për formimin e qeverisë, dhe kjo na bën që vetëm ju, si institucioni presidentes, të jeni me legitimitet të plot sot për sot nga institucionet e larta të shtetit, pra nuk kemi legislativ kuvend, dhe kemi një qeveri kryeministër në detyrë. Natyrisht kjo mund të na shkaktoj sërish, nëse nuk ndodh shpejt sipas dinamikës së parapar, të lashë në komunikim edhe në fitimin e përkrahjes ndërkombëtare, shtimin e njohjes që po thoni pritet që të thellohen këto, pra sa mund të na sjell të lashë edhe në gjeopolitikën dhe dinamikat që i përmendëm. Unë shpresoj shumë që me 15 prill të kemi konstituim të kuvendit, zgjedhje të qeverisë Republikës së Kosovës, që me njëherë të fillohet me punë të rëndësishme për vendin tonë. Unë e përmenda çështjen e tarifës, ajo është vetëm një nga temat e mëdha me cilat do duhej të merrej kuvendi i Republikës së Kosovës me njëherë. Mirë po kemi një sër marrëveshjesh ndërkombëtare, të cilat nëse i kalojmë në kuvend, i kalojmë, po flas si Kosovë, sepse unë nuk jam aty në kuvend që të votoj, por i bëj thirrje të gjitha partive që ta bëjnë këtë gjë, sepse Kosova mbeti peng në qasje në planin e rritjes së Bashkimit Evropian, nga cilat po përfitojnë edhe Shqipëria dhe shtetet tjera. Këshilli i Evropës, siç e dini, votimi